Mirë, do ndalemi për diskutuar më gjërësisht në fakt në lidhje me efektet e tarifave, ashtu si që ato janë gjithë përfshirëse dhe efektet po ashtu në tregje kanë qenë gjithë përfshirëse në tregjet e aksioneve në bursat amerikane, në bursat e Europës, por jo vetëm. Nafta ndërkohë është luhatur sa nga tarifat, aq edhe nga frika e recesionit që mund të dobësojë kërkesën për naftë. Tregu i kriptovalutave po ashtu është luhatur ndjeshëm edhe kursi këmbimit valutor, duket se efektet do të jenë afat gjata, duket se nuk do të ndërpiten këtu në një kohë kur presidenti amerikan Donald Trump ka argumentuar se nuk do të heqë dorë nga këto tarifa. Më të vështirë bën situatën edhe hakmarrja e Kinës, duke vendosur 34% tarifa për importet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por kemi ndërkohë edhe një grup të vogël që preket në Shqipëri, sa i takon industrisë së bimeve mjekësore, kryesisht po edhe një pjesë e tekstileve dhe këpucëve. Sot kanë dalë edhe me një deklarat ku thonë se do të preken dhe kjo mund t'i detyrojë ato që të shkojnë edhe drejt tregjeve të reja. I diskutoj gjitha këto çështje me zonjën Teuta Nuna, eksperte për ekonominë. Mirë se erdhët në Mani Report. Mirë se u gjeta dhe ju falenderoj për ftesën. Ju besoj keni ndjekur edhe curinë e tregjeve, ka qenë i fortë reagimi duke fshirë, po themi, miliarda dollarë në të gjitha bursat, po themi, globale. Si e keni parë, ka qenë i fortë ky impakt? Realisht po, siç është shprehët edhe juve, thuaj se të gjitha bursat më të mëdha kudo në botë kanë pasur një reagim negativ. Edhe sot në këtë fillim jave, bursat aziatike, të cilat kanë edhe të dhënat më të para, pikërisht për shkak të efektit kohor, kanë vazhduar të reagojnë sërish negativ. Dhe për sa i përket reagimit, do ta gjykoj që është reagim normal ku kemi ngjarje të tilla, pavarësisht se kemi të bëjmë një reagim negativ. Pra, themi normal për faktin që bursa reagon. Dhe kjo do thotë në këtë rast se sa pesh, dhe neve kuptojmë se sa pesh ka një vendimarrje politike që ndodh në Shtetet e Bashkuara në të gjithë efektin zinxhir të ekonomisë kudo në botë, dhe fakti në këtë rast që ekonomia globale është gjithmonë edhe më e hapur dhe gjithmonë edhe më tepër globale, e bën edhe më të ndjeshëm efektin e një vendimarrje politike, siç është një vendimarrje që vjen nga Shtetet e Bashkuara, ku ne dimë që vjen një vendimarrje nga ekonomia më e madhe në botë. Në pjesën negative të saj, do thotë që këto bursa nuk e kanë pritur pozitivisht një vendimarrje të tillë në këtë rast, dhe më tej neve mund të shohim ose mund të analizojmë cilat janë shkaqet dhe pse mund të ndodhë një reagim i tillë. Ajo që ka në parë investitorët dhe po nuhasin, po themi, është frika për një recesion global. Shumë organizma ndërkombëtar kanë filluar të japin edhe alarmin se recesioni global do të jetë i pashmangshëm. Nisur nga kjo situatë dhe nëse vijon Trump me zotimin e tij që nuk do të ketë as negocime, po themi, edhe palët mund të kundërpërgjigjen, sa afër është recesioni? Së pari në këtë rast do themi që institucionet ndërkombëtare kanë zvogëluar parashikimet e tyre për rritjet ekonomike. Dhe kjo në këtë rast pikërisht për shkakun e efekteve që kanë dhënë në mënyrë të njëhershme bursat kudo në botë. Dhe kjo është një gjë që ndodh. Pra në çdo moment që ne kemi bërë me një ngjarje të madhe, gjë e parë që bëhet është pikërisht matet efekti që jep një ngjarje kundrejt zhvillimeve të ekonomisë. Gjë e parë në këtë rast ka ndodhur pikërisht që parashikimi i zhvillimit të ekonomisë në vende të ndryshme, po edhe në nivel botror është ulur me disa pikë-përqindje. E dyta në këtë rast do themi që këto institucione, nëse mund parashikojnë pjesën e rënies ekonomike. Rënia ekonomike është gjithmonë lidhur me tkurrjen e konsumit. Për nëse neve do kemi një tkurrje të konsumit, që nuk kuptohet produkte që, për shembull, produkte që eksportohen nga vendet e Bashkimit Evropian, që mund të jenë produkte ushqimore, tekstile, veshje, makineri dhe me radhë, drejt tregut amerikan do të tkurren, do të zvoglohen. Kjo do thotë në këtë rast që këto kompani kanë tre zgjedhje. Ose ato në këtë rast do pranojnë të zvoglojnë fitimin e tyre dhe të vazhdojnë të çojnë produktin e tyre në Shtetet e Bashkuara, pra të vijojnë njësoj edhe pas tarifave, ose këto në këtë rast do të tkurrin produktin e tyre si pasojë të tkurrjes së kërkesës, ose do gjejnë një treg alternativ. Makinën nuk ta shesin në tregun amerikan, ta shesin në tregun kanadez, aziatik dhe me radhë. Por të gjitha këto lëvizje nuk janë lëvizje që bëhen në mënyrë të menjëhershme. Për shembull, tek pjesa e zgjedhjes së të vazhduarit me të njëjtën sasi produkti evropian, një nga format është që ky produkt nuk realizohet më në Evropë,
po realizohet në Shtetet e Bashkuara, pra hapet fabrika atje realizohet, por të gjitha këto kërkojnë kohë, por tek fakti që kërkojnë edhe investime. Dhe një vendimarrje e tillë nuk është një vendimarrje që merret në çast, në një moment kaq delikat siç është aktualisht. Dhe kjo në këtë rast e bën që shtetet të jenë shumë të kujdesshme. Dhe mund të ndodhi, pra janë të gjitha mundësitë që mund të ndodhi të ketë edhe një stagnacion ekonomie, do të thotë që ndrojmë në këto nivele, mund të ndodhi të ketë edhe një rënje dhe kjo do shihet se si do reagojnë shtetet kundrejt këtyre tarifave. Pra ne Ose mund të kemi dhe elementin tjetër stagflacion, pra rritje nga dalë, çmime më të larta, papunësi që ndoshta rritet në vijim, mund të jetë dhe ky një lloj fenomeni që mund të shoqërojë këtë situatë? Të gjitha në këtë rast janë të mundshme, pra të gjitha variantet që juve thatë edhe që diskutojmë në analizë janë të mundshme për të ndodhur, por secili prej tyre mund të ndodhet do të varet në mënyrë të drejtë për drejtë në mënyrën se si do reagojnë shtetet. Pra, aktualisht ne kemi të bëjmë me një vendimarrje politike që ka ndryshuar zhvillimin ose ka ndikuar drejt për drejt në zhvillimin e ekonomisë të një vendi po edhe të gjithë botës, se flitet për 60 edhe më shumë shtete. Dhe nuk kemi të bëjmë me një ngjarje që zhvillon tregu, siç themi për shemb ndodhi situata e pandemisë, atëherë ishte tregu që e kushtozoi rritjen e çmimit dhe me radhë. Pra kjo erdhi zhvillim tregu. Në këtë rast vjen, do themi, një vendimarrje politike, pra një përcaktim nga jashtë i tregut. Dhe kjo në këtë rast do thotë që ne do shohim dhe do masim se si tregu do reagojë. Nëse vendet e Bashkimit Evropian do bien në një unison dhe ato do të kenë një vendosje politike jashtme ekonomike me tarifa të reja ndaj Shtetit Bashkuara, atëherë kjo në këtë rast do sjellë që edhe Shtetit Bashkuar do bëjnë një listë tjetër dhe për të vendosur tarifa të reja dhe kjo është shumë vështirë më pas të rikthehesh në pozitën kur këto tarifat nuk kanë ekzistuar përpara momentit të vendosjes nga presidenti Trump. Prandaj gjykoj në këtë rast që vendet do jenë shumë të kujdesshme. Ekonomitë të tilla, siç është rasti i ekonomisë kineze, ajo në këtë rast mund ta ketë luksin e rivendosjes së reciprocitetit për shkak të volumit shumë të madh dhe të forcisë që ka. Po ekonomitë të cilat janë më të dobta kanë shumë vështirë të luajnë me të njëjtën mjet, dhe të bëjnë një luftë me të njëjtën mjet dhe gjithmonë është ajo shprehja që kur ti e di që luftën e ke të humbur, nuk mund ta startosh, nuk mund ta fillosh atë. Ndaj çdo shteti në këtë rast, siç mund të jetë për shembull rastin e Australisë që kanë deklaruar që nuk do ketë vendosje tarife, rasti i Tajvanit që kanë deklaruar që nuk do ketë një kundër tarif të vendosur ndaj produkteve amerikane që importohen nga këto vende, ose në këtë rast siç flitet që Britania e Madhe në këtë rast që nuk po mendon që të ketë një tarif të re ose një tarif doganore kundrejt produkteve amerikane, pra jo çdo vend mund ta zgjedhë të hyjë një lufte të tillë ose të hyjë një, do thonë, za një lloj reciprociteti të tillë. Dhe kjo varet drejt për drejt nga fuqia që ka secili nga vendet. Pikërisht ndaj reagon dhe Bashkimi Evropian edhe Kina si dy tregje të mëdha. Ndërkohë, zonja Nona, 10% janë tarifuar edhe produktet nga Shqipëria, kujtojmë që gati 1% e totalit shkojnë drejt tregut amerikan, pra në vlera të vogla në raport me atë që shkon nga vendet e rajonit, për shembull Bosnia e Hercegovina apo Serbia. Të shqetësuar u shfaqën sot përfaqësues të industrisë së bimeve mjekësore. Do t'i detyroj kjo situatë që ata të gjejnë tregje të reja për të shmangur këto kosto të shtuara, po themi? Si e parashikoni ju situatën? Përpara se t'i përgjigjem drejt për drejt pyetjeve, do thoya vetëm diçka në lidhje me vendimarrjen e Bashkimit Evropian kundrejt tarifave të reja të vendosura nga presidenti Trump. Pra në rastin e Kinës, vendimarrja vjen nga një individ, nga një qeveri, pra nga një institucion që në këtë rast është qeveria e Kinës. Ndërsa në rastin e Bashkimit Evropian do thotë duhet ketë një dakordsi nga 27 vende. Dhe secili nga këto vende do shohë së pari interesin nacional kombëtar kundrejt eksporteve të tyre në krahasim me interesin në këtë rast rajonal që do jetë Bashkimi Evropian. Ndaj një vendimar Bashkimit Evropian është shumë e vështirë dhe do kërkojë shumë më tepër kohë se çdo kujt vendi tjetër. Ndërsa, kjo në këtë rast për të bërë diferencë se sa lehtë kishte Kina të merrte një vendim në mënyrë shumë të shpejtë dhe të dilte, me një deklaratë finale, me një vendimarrje finale, se sa në këtë rast do ta ketë Bashkimi Evropian. Ndërsa, nëse ne do të rikthehemi në rastin tonë, në rastin e Shqipërisë, se këtu kemi të bërë me një përqindje të kufizuar të eksporteve, pra ne në këtë rast nuk e kemi një treg shumë të synuar dhe një treg shumë të fortë në një marrëdhënie tregtare me Shtetet e Bashkuara për shkak të largësisë dhe për shkak të një mundësie të tjera gjërash të tjera.
Dhe kjo lidhet drejt për drejt dhe në kategorinë e produkteve që neve tregtojmë në tregtinë ndërkombëtare, pra që neve eksportojmë, se sa ky produkt mund të jetë një produkt që mund të tërhiqet nga tregu amerikan. Është normale që në tilla raste ku ndodhin një rritje të kostove, atëherë kanë gjithmonë një analizë që themi çfarë do bëjmë me këtë produkt, nëse do vijojmë ta eksportojmë në Shtetet Bashkuara, nëse kjo tarifë, pra kjo kosto shtesë që është si pasojë tarifës, do t'ja transferojmë konsumatorit final siç ndodh zakonisht. Një praktike e njohur tashmë. Po, kudo, një praktikë që njihet, nëse do absorbohet nga kompanitë eksportuese apo importuese, që do thotë do zvogëlojnë atyre marzhin, nëse ky produkt në këtë rast do zvogëlohet në eksport në këtë treg apo do ndodhi një treg i ri tjetër, por realisht unë gjykoj në këtë rast që nuk është kaq e thjeshtë, sidomos ku kemi të bëjmë me bimë medicinale ose të tjera, të gjesh një treg të ri. Tregjet këto janë. Dhe nëse këto kompani do ta kishin të lehtë të hynë në një treg të ri, unë gjykoj që do kishin hyrë, pra nuk do prisnin të ndodhte një ndryshim tarifash në tregun amerikan që ta mendosh. Është më tepër për shkak të volumit flasë. Pra duhet ishin bërë më konkurruese për të përballuar, po themi, këto efekte. Absolutisht për po, sepse flitet në këtë rast gjithmonë kur një produkt i rritet kostoja, atëherë ka dy alternativa, ose do ta blesh më shtrenjtë, ose ti do gjesh një produkt zëvendësues. Supozojmë, vera italiane tashmë në Amerikë do jetë 20% më e lartë, nëse blie $20 do ta blesh $24, por ka një produkt tashmë alternativ që është vera që prodhohet në Kalifornia, që është një vërvendase dhe ndoshta mund ta ketë, ndoshta themi, mund ta ketë një kosto më të lirë dhe atëherë edhe kompania që importon nuk blen më verë nga Italia, por e blen nga kompanitë kaliforniane që të cilat e realizojnë ose bëjnë prodhimin dhe tregtojnë ata. Pra kjo është pjesa zëvendësuese. Dhe në këtë rast do shohim nëse ky treg amerikan ka vërtet domosdoshmëri për këtë produktin shqiptar që është i gatshëm të paguajë në 10% më tepër. Nëse do shohim që qeveria do ta heqë atë tarifën për produktet e importit nga Shtetet Bashkuara dhe kjo mund të solli në këtë lloj reciprociteti që më pas të hiqet edhe për Shqipërinë. Do shohim në këtë rast si ka dhe vende të tjera që janë interesuar për këtë produkt shqiptar, bimët medicinale që tregtojnë në Amerikë dhe tashmë mund ta çojnë në Kanada, në Azi, në Kinë dhe në shumë vende të tjera. Dhe e gjitha kjo në këtë rast do të thotë që kërkon një investim të ri dhe investimi nuk është vetëm financiar, por është me burime njerëzore, me kohë dhe me të gjitha. Dhe është një gjë që nuk merret dot një vendimarrje sot. Ne do shohim në këtë rast se si do reagojë dhe vendimarrja politike, pra ne nuk kemi ende në Shqipëri një vendimarrje politike dhe një deklarim politik, që të themi siç kemi rastin e Kosovës, ku presidenti i Kosovës i kërkoi qeverisë heqjen e tarifave. Pra, për të shohim, pra ne në këtë rast kemi një deklarim nga ana e prodhuesve shqiptar dhe është më mirë që ata i deklarojnë problemet e tyre, por nuk kemi ende një reagim politik, sepse kemi të bëjmë një vendimarrje politike. Pra, që do thonë se qeveria nuk ka çfarë të bëjë kundrejt një situatë zhvillimi tregu, që do t'i duhet shumë punë, por në këtë rast vendimarrja është politike dhe ne do presim. Sigurisht do të presim dhe të ndjekim se si shqiptare. do t'jenë dhe reagimet. Zonja Nuna, ju falenderoj shumë që ishit sot në Money Report. Faleminderit dhe juve dhe një ditë të mbar në vijim. Faleminderit.